Bregdeti i Derzezës është ndërruar këtë të diel në një pistë të vërtet garash me kuaj, teksa 10 qytetarë ndoqën aktivitetin festiv të organizuar në kuadër të 28 dhe 29 nëntorit. Në garat e kësaj fundjave morën pjesë 16 kalorës nga e gjithë Shqipëria, Lugina e Preshevës dhe Kosova, duke sjellë emocion dhe adrenalin për gjatë vijës bregdetare të Fierit. Sipas organizatorit Indrit Plangaj, eventi u zhvillua me pjesëmarrjen e 4 klubeve sportive, ndërsa garuesit konkuruan në 3 gara shpejtësie, me distanca prej 2 dhe 3 kilometrash. Plangaj apeloi për më shumë mbështetje nga shteti në zhvillimin e hipizmit, një sport që sipas tij ka potencial të përfaqësojë Shqipërinë dhe në skenën ndërkombëtare. Mendojmë që ja kemi arritur qëllimit dhe shpresojmë që në të ardhmen të organizohen kampionate të tilla, duke ofruar të apasionuar pas kuajve. Shpresojmë, mendojmë në bashkëpunim edhe me shtetin, qeverinë, që sportin e hipizmit ta çojmë përpara, pse jo mos të garojmë edhe në Europë. Aktiviteti u ndoq nga qytetarë të gjitha moshave, të cilët krijuan një atmosferë festive për gjatë bregdetit të Derzezës. Në përfundim u shpallën fituesit për secilën prej 3 garave, duke dhënë 9 çmime në total, vendet e para, të dyta dhe të treta. Ndër më të komentuarit ishte sërish fieraku Beso Shkrela me Kalin Luna, i cili triumfoi për të disatën e radhazi, duke marrë duartrokitje të shumta nga publiku, ndërsa një tjetër fitues i garave, Eduard Cinga, u shprehi emocionuar dhe u bëri thirrje të gjithë të pasionuarve të bashkohen me komunitetin e hipizmit. Kam filluar që moshën 15 vjeç, që mor gara me kuaj të racës, domethënë arab, angles edhe anglo-arab. Është një adrenalin më e mirë për njeriu që hek streset edhe hek çdo gjë ankull që mund të ketë njeriu. Është sporti më i mirë, më i dashur për njeriu. Via bregdetare e plazhit të Derzezës është kthyer vitet e fundit në një hapësirë të preferuar për aktivitete sportive, duke u bërë një destinacion i rëndësishëm për evente që promovojnë sportin, turizmin dhe traditën.